shpesh herë në vëzër që imamat e mdoj si Imam Bukhariu, Imam Muslimi, Abu Daudi, Imam Ahmedi, Ali ibn al-Medini, Al-Qattani, djetar titujt e sët kur thoje që ki njeri, për shumë Imam Bukhariu, apo Yahya ibn al-Ma'in, apo Imam Ahmedi, filani kur kalzoj hadith, s'është hadith ajo, nuk është i sakt. Djetarët nuk diskutojnë më. Kur të flasin kësi tituj si Bukhariu, Imam Muslimi, Abu Daudi, Ekshëmërat në Sa'iju. Mirë, shpesh e ndohë vëzër, që ata kur thonë për një hadith është daif, smirët kjo hadith, nëse ti i thua ati kështu, prej ka që kjo hadith sot sahi. Ai nuk mundet me të këthi ty në një regull, qartë, prerë, mu lexuaj. Por çka ndohë vëzër? Ai thotë, unë e ndjej se që kjo hadith nuk ka daif. Nga ilmi që e kam tjetër, e di se që kjo hadith nuk ka sahi. Mirë, por qemu, shpesh e ndohë Ahmedi, Yahya ibn Ma'in, Bukhariu, Abu Daudi, Sufjani, ju vjen të kejtve një hadith, njëti hadith ju sillet në për mezlise. Edhe krejt thonë që kjo hadith so sahi. Pa pajtueshmëri e shpallin hadithin pa vlefshëm, ndërsa asnjani së në këta, nëse e vetë, andaj edhe janë pyet disa prej tyre, Ahmedi, Yahya ibn Ma'in, kanë thënë pika e di se o daif, ka thonë nuk e di. Nëse i thu dikujna, po pse nuk ka veç këtë hadith, pse nuk ka sahi, ai thotë nuk e di. Nuk e di, jo në kuptimin nuk e di. Unë po thamë që se ilmë kur thamë unë hadithi nuk ka sahi, kjo ilmë, po nuk e di me ta këthy ti ta shihësh ku unë e shoh se a daif. Çka argumenton kjo vëllezër? Nga se gërshetimi i ilmit të madh në gjoksat e këtyre njerëzve ka bëu që kur të vjen një hadith i dobët, i shpifur, ai thotë, jo, çka nuk ka hadith. Apo e kanë ngjashur disa prej dietarëve sikur njeriu i cili njeh Altanin. Por shembull, ai cili mirët me Altan, ato si mirë me parë. Në bosa ta kape, veç i dal. Ju nëse ja çon pak falc, pak original me një herë i dal. Nëse i thua ti si e dallon, se di. Nga se e ka përfitue mjeshtri njohjen. E ka përfitue zotësi ndallimin mes originalit edhe falcit.